Punimet për ndërtimin e linjës së re elektrike 20 kV në hyrje të Shkodrës nga drejtimi Koplik kanë avancuar deri te tregu i shumicës së frutave dhe perimeve. Inxhinieri elektrik që ndjek punimet e këtij projekti Gaspër Volaj sqaron. Kena një projekt me 6 km kabel nga 20 kV, kalimi nga 6 kV në 20 kV, që shkon nga policia deri te rruga Gruç te fushat e tenisit. Në këtë përveç 20 kV-shit, kena edhe 315 shtylla të tensionit ulët që do të implementohet komplet kja zonë për të marrë energji elektrike me kablo. Dhe më thonë, kalimi nga 6 kV në 20 kV. Volaj tha se për kalimin në toksor të kablove nga njëra anë në tjetrën të aksit rrugor Shkodër-Koplik nuk do të hapet traseja rrugës pasi do të punohet me sonda pa patur nevojë të qahet asfalti. Do ta bëjmë natën edhe me sonda poshtë se nuk lejohet me prej rrugën. Dhe nuk do presim asfalt as kërkon, do jim në tokë. Vështërsi i fije se jena në rrugë, por qarkullimi nuk në prejet as e minut. Sipas afatit të nënshkruar me kontratën me OSSHN, ky projekt do të përfundojë brenda muajit maj.